E kam nisur mëngjesin me një ecje në një nga pikat më të bukura të Islandës dhe mëngjesi këtu nis me vaj peshku. Por, nga ky vend i mrekullueshëm ku flet vetëm natyra, unë do ju prezantoj vajin e farës së zezë, që bëhet nga tokat e Shqipërisë dhe e ka bërë merja. Është një super vaj, unë e përdor çdo mëngjes, sepse të ndihmon në imunitetin e trupit. Kështu që nuk do pi vaj peshku sot në Island, por do pi farën e zezë. Të marrin fuqi si vikingët, të vazhdoj turi. Tani do vazhdoj ecjen, tani du t'rregoj edhe për vendin këtu. Ky është një vend ku mund të bëhet 1 orë ecje dhe e gjithë shtegu është rregulluar aq bukur. Mund t'ua tregoj që njerëzit të mos thyen qafën, sepse dihet që territori i Islandës është territor edhe i rrezikshëm, duhet bëhet kujdes, sepse bukuritë gjithmonë janë të frikshme. Është një kryevepër, nuk arrit dot ta shpjegoj emocionin që merr këtu, sepse ke male, ke oqean, ke shkëmbim, këtu ke edhe gjelbrim, ke edhe pjesën e shkëmbimeve të vulkanit, ke shumë shpend që gjithkohon këndojnë. Është një nga eksperiencat më të bukura, po e vazhdoj.